Edhe ma herët thuhet edhe tash. Po o bo musliman të mirë, se musliman të veç jeti, kur kina me fitune, kur të bo me musliman të mirë, jo kur të bo me shumë menqëm. Se ne kina pas të menqëm, dajma. Mu vjen shumë interesant disa, nuk jemi të shkolluar. Po që bashkë që ato që kina të shkolluar, hajduten. Po që edo i kina të shkolluar, plot kina të shkolluar, hajduten. Sa profesori kina në të atjen, unë nuk i di kush janë, shkolluar, shklup 300 euro, trap 800 indeks. Shkolluar, po nuk o me punave të shkolluar më po, si mësina musliman shkolluar, po ato shkolluar janë jahudit, vrasin fëmi. Edhe ne, inshallah Allah nuk na mundësan më po shkolluar me hi, edhe me bon patrici dhe me bon zullum. Do me thonë, të ne si popull, jena mbrapa Macedonëve se si na të shkolluar. Po, ajo qëndronë dhe pajtohë. Po, mbrapa jemi se si na të shkolluar, po. Ama edhe që ato që i duhet me i shkollu, duhet me i bon njerëzit të drejt, edhe njerëzit sinqertë, jo i shkollu me dhe hajdut. Haj, diherë në gjuna ka me hi, se Zoti ka me mon pyetje, pse ki veth, edhe e para, pse e ke bon duke e di që e ndaluar. Sa i pa shkollu mi, nuk mirën pyetje diherë. Atë veç pse ki veth, ama ja, ti i men që mba hosh. Ne këtë të besu se ti ki me udhejt, që ti ki me e bon ti. E qëka i të bon ti kur qanë s'ku? Ajo vlenë edhe për mu, që jam gjami, jam një farë udhejt si vogën, edhe për atë që janë udhejt në mahal, edhe për atë që janë politik, edhe për atë që janë në bashkësi islame, edhe për atë që janë në universitet, edhe për atë që janë shkollë fillore. Ku do që je udhejt një sojki? Vetëm sa ma i math jenë udhejtësi, edhe sa ma shumë popull kenë, nër vetë aqë ma shumë përgjithësi ke para Allah subhanahu wa ta'ala për ata që mundohësh ta zam me obon një jetë më të mirë se që e ka.